Julka Gramo ka festuar ditëlindjen e saj dhe miku dhe kolegu i saj, Arion Muça, ka postuar këtë foto të sajën, duke thënë se Julka i fal një energji të pashtershme pozitive. Po përfitojmë edhe ne për t'i thënë Julkës edhe 100. Robert Berisha duket se po korr sukses me këngën e tij dhe në këtë foto që ai postoi, ne vjen ra në sy tatuazhi që djaloshi ka në krahun e tij të majt. Aty shkruhet Nora. Le të mendosh që njerëz thonë që ata po ndahen. Tash e them me të kota. Bleona ka festuar ditëlindjen e babi Nazmiu dhe kjo foto përmban një family portrait dhe ana është këngëtaren Soni Malaj, edhe 100 babi Bleonës. Armina ka festuar ditëlindjen e saj të 25 dhe ka qenë një fest fantastike me njerëzit e saj më të afërt. Dashuri dhe puthje pafund. Përfitojmë t'i themi Arminës edhe 100.